Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte në konflikt me arabët, ishte në luftë, me të vërtet i kishin shkaktuar dëme të mëdha. Por kur në një nga luftrat pa disa të vrarë që nuk ishin pjesë e luftës, i dërguari sallallahu alaihi wasallam tepër u mërzit dhe i çortoi ata që e kanë bërë këtë, tha o Zot, shiko këtë. Ata nuk është e media dhe ndëruar që të bën kësën për reklama, ta bën të për... Nuk është asgjë. Në ishte luftë. Por kur bëhet fjalë për vepra që janë në kundërshtim me mësimet e Allahut, bën diçka pa të drejtë Allahut, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e ka bërë këtë? Kush e ka vrarë këtë? Kë pjesë e luftës? Një grua ishte e vrarë dhe ndoshta disa pleq. Këta s'kanë marrë pjesë në luftë. Thanë këtë e ka bërë Khalid ibn Walidi. Khalidi është komandant, është i trim, është i guximshëm. Ai është mësuar, edhe Zoti e din pse i kishte vrarë ai. A kupton? Ndoshta i është referuar rregullave të mëhershme të luftave, ishte tek hyrja në Islam, ka arsye të caktuara. Kur e kuptoi pejgamberi kush e ka bërë, çfarë tha? O Zoti jam, unë distancohem dhe kërkoj mbrojtjen tënde nga çfarë bëri Khalidi. Për një grua, një plak ose një kafshë atë të ngordhur. Shiko, pse? Pse një gjak është derë, nuk është dashur. Po është luftë kjo, këtu mund të vraten edhe civilat pa fajshëm. Ja, tek ne nuk ka kështu. I bëhet përgjegjësi. Nga se gjaku për muslimanin është diçka që me të vërtet e din se është e drejtë e Allahut. E drejtë e Allahut është jeta e çdo kujt. Andaj nuk lejo që të luajmë me këto gjëra, prandaj një përgjegjësi e tillë përballë jetës së njerëzve. Një shenjtëri e tillë përballë gjakut të njerëzve. Një kujdes i tillë dhe një distancim i tillë përballë edhe një vepre të tillë të shëmtuar, mendoj se na mungon shumë. Dhe për këtë Allahu xhallahu ala e ka përmend në kodër të besimit se besimi në Allahun është i vetmi që mund të frenon mllëfin e njeriu, mund të frenon inatin e tij, mund të frenon urrejtjen e tij, që mos të hakmiret pa drejtë ndaj atyre që nuk e meritojnë. Ata që bëjnë, do të thotë, shkelin këtë drejtim, kanë problem serioz me kuptimin e besimit të drejtë në Allahun xhallahu ala, pastaj edhe me çështje të tjera.